Në të gjithë vendin, besimtarët muslimane kanë nisur kremtimin e kësaj feste të shenjtë që në orët e para të mëngjesit, duke u drejtuar xhamive për të falur namazin. Në Durrës ishin qindra besimtarë musliman që falin kurbanin në mjediset e brendshme të xhamisë dhe ato të jashtme, si dhe në sheshin Liria. Falja ka filluar në orën 06:15. Nga fjalët e tij të mëdha, nga fjalët e tij të vyera, nga fjalët e tij të çmuara, nga fjalimi i tij të cilin e dim gjithë, por se e ka bërë profeti alayhi salatu wassalam pasi përmbylli ritualin e haxhit. Profeti alayhi salatu wassalam mbajti fjalimin e lamtumirës. Dhe profeti alayhi salatu wassalam shkurtimisht na ka lënë disa porosi për dhe ju drejtua profeti alayhi salatu wassalam të gjithë besimtarëve dhe të gjithë njerëzve, duke i thënë që të respektojnë dignitetin njerëzor dhe të mbajnë drejtësi. Profeti alayhi salatu wassalam tha, njeriu është vepër e Allahut. Mos e cënoni, mos e vrisni, mos e nëpërkëmbni. Jo vetëm muslimani dhe besimtari, por çdo njeri është vepër e Allahut të mëdhëruar, cilin edhe duhet ta respektojmë. Profeti alayhi salatu wassalam në të ditë të madhe na la një porosi tjetër për familjen. Familja, thot profeti alayhi salatu wassalam, është baza e çdo gjë. Respektoni familjar, respektoni gratë, respektoni fëmijët. Kurban Bajrami njihet si festë e sakrificës dhe është një prej festave më të rëndësishme të kalendarit islam. Redaksia e televizionit Adrianet i uron me këtë rast të gjithë besimtarëve musliman gëzuar festën e Kurban Bajramit.